Rritja e çmimit të karburantit si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme, po godet drejt për drejt bizneset që e kanë naftën si lëndë të parë, mes tyre edhe autoshkollat. Nëse situata vijon, operatorët paralajmërojnë rritje të çmimeve për patentat dhe rrezik për paralizim të aktivitetit. Si gjithë sektorët e tjerë dhe sektori i autoshkollave do të paralizohet nga rritja e çmimit. Kështu që unë do të bëj thirrje qeverisë shqiptare që të marrë masa në këtë drejtim, qoftë me heqjen e përkohshme të taksave që paguhen tek litri i naftës, apo kompensimet e tjera që mund i bëjnë sektorit autoshkollave, siç po veprohet me sektorin e transportit apo me bujqësinë, apo sektorët e tjerë që janë prekur kryesisht nga nafta. Sipas drejtuesve të autoshkollave, alternativat si përdorimi i mjeteve elektrike apo me gaz konsiderohen të papërshtatshme për kursantët e rinj, duke e bërë edhe më të vështirë përballimin e situatës aktuale. Kanë bërë dhe zgjidhje të tjera, për shembull me mjete elektrike, por autoshkollat e kanë pamundur të funksionojnë me mjete elektrike, sepse ato janë vetëm automatike. Ne kemi manuale kryesisht mjetet e autoshkollave. Mund marrim një mjet, por thjesht kërkesat për automat janë shumë më të pakta, kështu që nuk është zgjidhje. Po kështu janë dhe mjetet që punojnë me gaz, por për kandidatët e ri është shumë vështirë të punojnë me mjete me lëndë dioksid e gazit, sepse fiket lehtë makina kursantëve, qoftë në provime, qoftë gjatë përgatitjeve. Autoshkollat në Elbasan shprehen se aktualisht, pavarësisht kostove në rritje, po punojnë me të njëjta tarifa duke ulur ndjeshëm fitimet.